Me zgjidhjet e reja të propozuara parashikohet ndërhyrje në koeficientët e llogaritjes së pagave të personave të zgjedhur dhe të emëruar dhe kjo zgjidhje ligjore është në përputhje me Kushtetutën dhe nuk mund të apelohet në gjykatën kushtetuese, tha sot deputeti i VMRO DPMN Bojan Stojanovski gjatë elaborimit të pakos së ligjeve të propozuara për uljen e pagave të funksionarëve. Ai tha se me miratimin e këtyre propozimeve pagat do të barazohen, që do thotë se pagat e të gjithë këtyre zyrtarëve që janë sipas këtyre 6 ligjeve do të ulen nga 10 në 13.000 denar. Për deputetët dhe zyrtarët në degën ekzekutive ulim koeficientët, gjë që redukton drejt për drejt barën buxhetore. Për gjyqtarët dhe prokurorët publik parashikojmë përshtatjen e koeficientëve në mënyrë që pagat e tyre të jenë në korelacion me mundësitë reale ekonomike të shtetit, ndërsa për kryetarët e komunave propozojmë një shkallë të re të koeficientëve varësisht nga numri i banorëve në komunë. Ndërkaq, deputeti i Vlenit Bekim Qoku, duke elaboruar propozim ndryshime të ligjit të deputetëve, tha se ndryshimet synojnë paga më proporcionale dhe shfrytëzim më të mirë të buxhetit. Projekt ligji synon ndryshimin e koeficienteve për llogaritjen e pagave të deputetëve me qëllim vendosjen e një rregullimi të drejtë, të qëndrueshëm dhe proporcional. Synimi është parandalohet rritja e mëtejshme jo proporcionale e pagave, të sigurohet transparencë më e madhe dhe shpërndarje më e drejtë e mjeteve buxhetore në mënyrë që pagat e deputetëve të jenë në përputhje me realitetin ekonomik të vendit. Në lidhje me propozim ndryshimet e reja ka reaguar shoqata e prokurorëve publik, e cila ka kërkuar që parlamenti të tërheqë nga seanca ndryshimet ligjore për pagat e prokurorëve. Nga kjo shoqatë kanë thënë se prokurorët publik kryejnë punë komplekse dhe të përgjithshme dhe mbajnë barën e ndjekjes penale pa kushte të përshtatshme materiale dhe mbështetje të mjaftueshme profesionale. Në reagim mëtej thuhet se paga është e vetmja e ardhur e prokurorëve publik dhe siç thonë ata, është absolutisht më e ulta në rajon dhe varion nga një minimum prej 90.000 deri në një maksimum prej 130.000 denarësh.